Përshëndetje të dashur miq, gëzuar vitin e ri 2026. Këtu do të tregojmë ndodhit astrologjisë vedike, pra si do të lëvizin planetët për këtë vit dhe do t'japim gjithashtu pra efektin e këtyre lëvizjeve të planeteve për secilin nga ascendentët, pra për të 12 shenjat e astrologjisë, e horoskopit. Në 2 muajt e parë, pra në fillim do t'japim gjëra në përgjithësi çfarë do ndodhi dhe pastaj do shkojmë tek çdo shenjë. Në fillim të muajve të parë kemi një ndryshim sepse do të ndodhin eklipse. Dhe siç e dim, eklipset kanë një efekt shumë të fuqishëm mbar botëror. Planeti Rahu do të jetë në Shatabisha nga 1 dhjetor 2025 deri në qershor 2026. Dhe në frymëzon neve njerëzve, si thua, për shpikje të reja, pra inteligjencë artificiale, dhe Rahu ka qenë në këtë shenjë, pra në këtë yjësi i tillë në vitin 2007-2008, pra kur iPhone-i u shpik, teknologji të reja. Eklipsi hënor i plot do të ndodh në 3 mars. Pra kemi Ketun dhe Hënën në Luan, në yjësin ose në kshatra Maga, kurse Rahu dhe Dielli do të jenë pranë ujor në Shatabisha. Plot sekrete do dalin në shesh. Sigurisht që meditimin e këshillojmë për çdo njeri në këtë periudhë, sidomos të eklipsit, kolapse në kuptimin e mjekësisë fallco, ndryshime në sistemin monetare, robotët, inteligjenca artificiale do të marrë vrull akoma më tepër. Dhe pra fillon një cikël i ri 18 vjeçar i Rahut dhe Ketut në 2026 gjithashtu. Eklipsi diellor do të ndodhi në 17 shkurt, pra fillojmë që në shkurt, Rahu Dielli në Shatabisha në ujor. Autoritetet mund të kenë deri diku probleme, sepse domethënë Ketu do të jetë në shenjë Luanit, mbretëria ose ato që drejtojnë. Por ndër të tjera dhe kreativiteti shumë i lartë. Dhe si juve e dini që ne jemi në epokën e Kali Yug, domethënë pak gjëra spirituale t'i bën, si për shembull qëndrëzimi i vetes, i trupit, i zërit, duke përsëritur mantrat, shpërblimi është i madh. Kurse në kohët e arta në Satya Yoga që quhet, do të punojnë shumë vite për të shpërblyer, kurse tani me pak muaj mund të shpërblehesh. Atëherë, 2 ngjarjet kryesore janë në të gjithë vitin 2026, janë 2 planetet, Jupiteri dhe Saturni. Këto do të bëjnë, Jupiteri do të ndryshojë, pra shumë shpesh do të shkojë në 4 shenja të ndryshme për një vit, gjë që është shumë e rrallë. Jupiteri përfaqëson dharmën tonë, pra misionin që ne kemi në jetë, kurse Saturni përfaqëson, si thua, karmat, pra e more këtë dituri nga Jupiteri, dhe dituri hyjnore, të vërtet, dhe praktikon, pra sipas kuptohet nivelet të diturisë që ti ke. Jupiteri shkon direkt në 11 mars në Binjak. Pra do të jetë retrograde nga 1 janari deri në 10 mars në shenjën në Binjak. Pra do të jetë retrograde dhe do të japë rezultatet e temit. Jupiteri në 2 qershor shkon në shenjën e Gaforës deri në 30 tetor, dhe do të jetë pra një kohë shumë e mirë, sepse Jupiteri është i lartësuar në Gafore, po do t'i sqarojmë për çdo shenjë. Dhe në 1 nëntor Jupiteri do të hyjë në shenjën e Luanit. Pra Jupiteri do t'japi situata shumë të ndryshme dhe asgjë nuk do mbetet statike, asgjë nuk do mbetet stabile në jetët tona në këtë vit për gjithë shenjat. Dhe Saturni gjithashtu, pra ai që përfaqëson, ai që na jep karmat, krymjet e veprimeve që ne kemi bërë. Saturni do të jetë tek Peshqit direkt deri në 26 korrik pas prej. 6-7 muajt e parë, si thua, do të jenë Saturni tek Peshqit dhe pastaj gjatë gjithë pjesës së tjetër të vitit do të jetë retrograde. Pra do të na japin këto rezultate për të gjitha shenjat. Le të shkojmë tek gjitha ascendentët, në rregull? Dashi.
Dhe përpara se të shkojmë te ascendentët, duhet kemi parasysh që kemi nga 14 janari deri në 14 shkurt kemi disa, si thuash, pak gjurullti në aspektin e demonstratave ose njerëz në botërore ndaj qeverive të tyre, sepse kemi Raun retrograde, kemi Saturnin dhe domethënë pra duhet të mbajmë veten dhe të jemi të qëndruar dhe të balancuar. Atëherë le të shkojmë tek Dashi. Ata që janë ascendent Dashi, dhe sigurisht unë flas për astrologjinë vedike. Dashi, mundësira të papritura sepse Jupiteri do të shkojë pra në 3 shenja të ndryshme, nga 4 shenja të ndryshme, në 3 shenja, por në 4 pozicione të ndryshme gjatë gjithë vitit. Intervista të reja qoftë në punë, ndryshime në shtëpinë tuaj, kur mendoni se gjërat do të përfundojnë fakt, do të ndryshojnë, rrethanat do të ndryshojnë, nuk do të jenë stabile. Kjo do të thotë dhe një shenjë e mirë, sepse nëse është në një pozicion të keq, do të thotë që ndryshon për mirë ose kundërta. Nga 1 janari deri në 10 mars, Jupiteri do të jetë retrograde, pra do të jetë në shtëpinë tuaj të dytë, dhe fokusi do të jetë tek financat, familja, shëndeti, si të arrisësh ekonominë e familjes, prona, tokat, ndoshta zgjerime pronash, diskutime familjare, pra mbi këto gjëra. Jupiteri nga 10 mars deri në 1 qershor do të qëndrojë tek binjakët, dhe binjakët drejtohet nga Mërkuri, pra komunikime masive në këtë periudhë. Shumë e mirë për komunikimin në përgjithësi me njerëzit, dhe komunikimet tua mund të shndrohen në dituri, mund të mësoni, merrni mësime online, ose jepni shkrime, zgjeroni diturinë nëpërmjet studimeve, ose dhe të dhënurit pra mësim duke mësuar të tjerët, sepse Jupiteri është dhe mësuesi ose guru. Udhëtime të shkurtra në këtë periudhë gjithashtu dhe Mërkuri bashkë me Jupiterin, pra do të jetë së bashku si një njerëz që do të mësojë 100 aftësi të llojeve të ndryshme të diturisë. Prandaj kujdes mos u hutoni shumë dhe ju këshilloj të bëni tokëzimin, sigurisht të gjitha shenjave, por sidomos Dashit, ata që janë ascendent Dashin, ose që kanë hënën e tyre në Dash, ose që kanë pra në shtëpinë e parë të tyre astrologjike shenjën e Dashit. Duhet të bëjnë tokëzimin, të lidhen me tokën, të prekin tokën këmbëzbathur ose pemët me duar pa doreza. Pastaj Jupiteri shkon në shenjën e Gaforres me 2 qershor deri në 30 tetor, pra 5 muaj do të aktivizoj shtëpinë tuaj të 4 astrologjike, dhe Jupiteri shumë i lartësuar në Gafore, është shumë e mirë kjo periudhë. Shitblerje prone, pasurie të patundshme, zgjeron. Jupiteri pra zgjeron dhe ndryshon gjërat në shtëpinë tënde. Këto 5 muaj qershor deri pra në fundin e 30 tetor do dëshironi që të punoni më shumë nga shtëpia, apo të kaloni kohë me njerëzit e shtëpisë, më shumë gjëra dhe aktivitete në shtëpinë tuaj ku jetoni. Unë do të këshilloja pra që të bëni meditimin lotusoshëm në shtëpi. Pra meditimin lotusoshëm që unë jap, mund të regjistroni te grupi fillestar që ka filluar tani në janar dhe shkurt, për të fituar një gjendje shpirtërore më pozitive, sepse Jupiteri simbolizon të tjera dhe kurun apo meditimet, ligjet hyjnore të multiversit, dhe në qoftë se dëshironi të regjistroni, numrin e keni në përshkrimin e kësaj videoje. Në 1 nëntor, Jupiteri do të ndrojë përsëri shenjë, pra gjërat do të ndryshojnë, situatat do ndryshojnë. Jupiteri do të hyjë në shenjën e Luanit, pra deri gjithë vitin tetor, pra 30 tetor, pas 30 tetorit dhe deri në 2027. 2 muajt e fundit është një periudhë, si thua, autoritare, ndjesi lideri, por edhe kreativiteti, mund të vlerësoni më shumë në punën tuaj që keni bërë gjatë vitit. Ata që janë çifte të reja dhe duan të kenë një fëmijë, periudhë e mirë këto 2 muajt e fundit për të ngel me bara apo diçka e tillë, ose për studentat e rinj, që janë të rinj, periudhë shkëlqyer për studimet tuaja dhe provimet të suksesshme. Sigurisht varet nga puna juaj individuale. Tek Dasha, çfarë do ndodhi me Saturnin? Pra është Jupiteri që ndryshon në këto muaj dhe është dhe Saturni.
përgjegjësi karmave tona. Saturni deri në 26 korrik do të qëndrojë direkt në shenjën e Peshqve. Saturni do të japë rezultate të shtëpisë tuaj të 12, pra të gjërave të mbarimeve. Shpërbërje, po jep fund disa karmave të vjetra, po i pastron disa karma ose po i mbyll disa çështje të vjetra që keni filluar që shkuri. Sigurisht meditim, pra ju këshillojmë edhe në këtë periudhë sepse që të jeni të balancuar në mendimet tuaja dhe të keni pra të përgatiteni për një fillim të ri. Saturni gjithashtu karriera dhe shtëpia e 12 astrologjike përfaqëson gjumin, pra ëndra mbi karrierën tuaj. Mbi gjërat që vërtet duhet të bësh në jetë, ndoshta edhe pak izolim apo punë me veten tënde, pra punë e brendshme. Pas 26 korrikut, pra kjo ishte nga 1 janar deri me 26 korrik. Pas 26 korrikut Saturni do të shkojë retrograde, që do të thotë disiplinë financiare, suksese në punë, rritje rroge ndoshta dhe diçka e tillë, pra pas 26 korrikut gjerë në 2027. Kjo është pak shumë e përgjithshme për ata që janë ascendent dashi. Do të kemi parasysh që janë dhe faktorë të tjerë për një njeri, domethënë personale, individuale, janë dhe planetet e tjera, varet se ku jetë, çdo njeri është ndryshëm dhe planetet, çdo njeri është unik dhe ka një horoskop unik. Qoftë edhe dy binjak që kanë 5 minuta diferencë në jetën e tyre, kanë horoskope të ndryshme sipas astrologjisë vedike. Ata që janë ascendent Demi, Jupiteri për ju do të jetë retrograde në binjak, dhe me qenë se është retrograde, pra nga 1 janar deri në 10 mars, do të sjellë pasojat në Dem, pra në shtëpinë tuaj astrologjike të parë, ascendenti juaj. Shumë mundësira të mira për të takuar ndoshta me një guru, të fitoni dituri nga dikush që ka dituri dhe gjithashtu mund të mësoni dhe juve të tjerët. Vizita në tempo të lash, pra punë shpirtërore dhe i qetë në 2 muajt e gjysmë të parë të vitit deri në 10 mars. Në 11 mars deri në 1 qershor Jupiteri do të jetë direkt në shenjën e binjakut, pra do të japi pasoja në shtëpinë tuaj të dytë astrologjike. Zgjerim ekonomike, pasuri financiare, familjare, domethënë ekonomia familjare në përgjithësi aty do të fokusoheni. Zëri juaj do të dëgjohet më shumë, qoftë në shtëpi apo në rrjetet sociale, kuptohet pra dhe sa më shumë mbi ligjet hyjnore të multiversit të mësoni dhe të shpërndani me zërin tuaj, aq më shumë karma të mira ju do të krijoni për veten. Dhe tek meditimi lotusoshin pra ju mësojmë cilat janë këto ligjet hyjnore. Multiversit mund të regjistroni dhe numrin e WhatsAppit e keni në përshkrim për ata që dëshirojnë. Por gjithashtu pra duhet kemi kujdes se çfarë themi në rrjetet sociale, sidomos ose tek njerëzit e tjerë, sepse zëri juaj domethënë do të ketë, nëse thua të vërteta dhe gjëra të mira, do të ketë efekte të mira. Nëse themi gënjeshtra apo gjëra të tilla, ose thjesht për të marrë vëmendjen, pra pasoja ju shumë të mira. Ushqime të shëndetshme ka rëndësi që të hani në këtë periudhë sidomos. Më pas në 1 qershor, nga 1 qershor, pra pas 1 qershor, pra në 2 qershor deri në 30 tetor, për 5 muaj Jupiteri do të shkojë në shenjën e Kaforës dhe në shtëpinë tuaj të tretë astrologjike. Dhe përsëri komunikimet mjaft të fuqishme, shumë mirë për shkrime, udhëtime të shkurtra në vendet ku banoni lokale ose jo shumë, ose në vende të huaja, por udhëtime të shkurtra jo shumë të gjata do të sjellin pozitivitet. Kohë mirë me vëllezërit apo motrat apo kushërinjt, shoqëria që janë më të vegjël se ju, apo shoqërinë e ngushtë, pra të kaloni kohë me të. Përdor inteligjencën e Jupiterit për të përballuar sfidat e përditshme, që do të thotë do të mësosh më shumë pra mbi ligjet hyjnore të multiversit. Mos reago pa zgjuar si. Pastaj Jupiteri hyn në shenjën e Luanit në 2 muajt e fundit të vitit, që do të thotë tek shtëpia jote e 4 astrologjike, rinovime në shtëpi, shitblerje, ndoshta blerje shtëpi më të madhe, studime në shtëpi, punë në shtëpi, kalo kohë të mirë me familjarët. Ata që janë ascendent Demi, çfarë do ndodhi me Saturnin? Çfarë do na japi Saturni për ta?
Saturni tek peshqit deri në 26 korrik është shumë mirë për rritje ekonomike. Rrok për ata që janë të strukturuar dhe që kanë punuar shumë, pra 1 janar deri 26 korrik. Kohë e mirë për rrjetet sociale, reklama në rrjetet sociale. Kuptohet të balancuar. Pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde dhe do të japë ndikime në shtëpinë tuaj të 10 astrologjike, përsëri karriera. Zgjerim të karrierës, më shumë punë. Për demat është mjaft mirë për sa i përket karrierës ky vit 2026 dhe fitimeve, pra nga gjendja ekonomike më e mirë, nëse janë praktik dhe strategjik. Sigurisht që këtu po themi në mënyrë të përgjithshme, okay? Pra ata që janë ascendent Demi, sepse varet dhe nga faktorë të tjerë për horoskopin tënd personal. Pra kemi dhe planet të tjerë, Mars, Dielli, Venusi. Rregull? Atëherë le të shkojmë tek ata që kanë ascendent binjakët për vitin 2026. Çfarë do të na sjellë kjo lëvizja, sidomos e planetit, pra Jupiterit dhe Saturnit? Pra ata që janë ascendent binjakët, Jupiteri së pari do të jetë pra retrograde në shenjën e binjakëve në 70 ditët e para të vitit, pra 1 janar deri në 10 mars. Jupiteri do të japë rezultatet e shtëpisë së 12. Mjaft e mirë për udhëtime të larta në vende të huaja, retreat, të rikujtosh apo nderosh stërgjyshërit, pra brezat e kaluar, ose të mësosh nga njerëz në vende të huaja, kultura nga vende të huaja larg vendit. Pas 10 marsit, Jupiteri do të hyjë në binjak dhe do të ndikojë direkt tek ascendenti juaj deri në 1 qershor. Kohë e mirë për të mësuar nga një guru, por kujdes sepse në ditët e sotme kemi shumë guru që janë mashtrues. Domethënë, por dhe ju vetë mund të mësoni pra gjërat të vërteta dhe ata që janë profesion mësues është shumë periudhë e mirë, pra. Por sido që të jetë në përgjithësi për gjithë ata që janë ascendent binjakët, është një periudhë spirituale mjaft e mirë, fillimi i vitit. Të mësuarit e ligjeve hyjnore do të ishte idealja. Pra dhe këto ligjet hyjnore të multiversit i mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, tu së bashku me mua. Ata që dëshirojnë mund të regjistrojnë tek WhatsApp-i, shikoni në përshkrim numrin e celularit në WhatsApp. Nga 1 qershori deri në 30 tetor, Jupiteri do të hyjë pastaj në Gafore. Pra do të ndryshojë shenjë dhe do t'ju bëj shumë fjalavan. E folura juaj do ndikojë për mirë. Ata pra në ascendent që janë binjakët, do të janë që janë në industrinë e ushqimit, ka restorante për shembull, është fantastike për ta nëse dëshirojnë ta zgjerojnë, qoftë edhe nga ana ekonomike. Pra pasuri e kuptohet e kombinuar dhe me kohën e dur, pra për të kaluar dhe me familjarët. Nga 1 nëntor, Jupiteri hyn në shenjën e Luanit dhe kështu fokusi do të ndryshojë. Punë me duart, përdorni duart tuaj për diçka pozitive. Masazhoni duart, komunikime, bashkëbisedime me shumë njerëz, udhëtime të shkurtra që janë pozitive për ju. Ata që janë ascendent, pra binjakët, Saturni do të jetë tek peshqit nga 1 janar deri në 26 korrik dhe do ndikojë pra shtëpia juaj e 10 astrologjike. Puna, karriera, dhe pas 26 korrikut Saturni do të jetë retrograde dhe do të japë efekte në shtëpinë tuaj 9 astrologjike në shenjën e Ujorit, që ka të bëjë shumë pra me shpirtërorën, besimet, kërkime, punë për të zbuluar, punë vetjake, individuale për të zbuluar dharmën tuaj. Pra detyrat e ekzistencës tuaj, por dhe kujdes me sjelljen tuaj ndaj gurus, nëse keni, ose njerëzve më të fuqishëm, autoritar, pra se sa ju. Dhe mirë është pra që të mësoni sa më shumë mbi ligjet hyjnore të multiversit, që të dalloni kush është një guru ose kush një njeri thotë të vërtetën, apo ka dhe guru mashtrues, mësues që nuk thonë të vërtetën. Ata që janë ascendent Gafore. Deri në 10 mars, Jupiteri do të ndodhet retrograde, pra 1 janar deri në 10 mars, do t'japi efekte tek shtëpia juaj 11 astrologjike. Për Gaforet shkëlqyeshëm për nga ana ekonomike, zgjerime ekonomike, shumë e mirë për rrjetet sociale,
përvoja të mira ose kalo kohë të mirë me vëllezërit apo motrat më të mëdhenj se sa vetja, deri në 1 qershor, pra është kjo periudhë, kjo lloj energjie për Jupiterin, ndërsa në 2 qershor Jupiteri pra hyn direkt tek binjakët e nuk është më retrograde dhe do ndikojë tek shtëpia juaj 12 astrologjike. Donime, dhurime për çështje spirituale që këshillueshme, patjetër meditime, unë nuk këshilloj që të bëni meditime lotusoshëm, të mësosh mbi evoluimin tënd, dalje nga matriksi, të mësosh që të kuptosh njëherë që je brenda një matriks për të filluar, për të mësuar se si të dalësh nga kjo matriksi. Pra, unë këshilloj të bëni meditimin lotusoshëm së bashku me mua dhe të mësosh pra mbi evoluimin tënd, të forcosh intuitën tënde, cilat janë veprimet që duhet bësh pra për të filluar të dalë nga matriksi ose për të dalë nga bota e halleve. Kujdes me shpenzimet gjatë këtyre 2 muajve. Faza e tretë e Jupiterit nga qershori, pra 2 qershor, deri në 30 tetor Jupiteri hyn në Kafore, tek shtëpia juaj e parë astrologjike dhe Jupiteri është shumë i lartësuar aty. Keni goxha bekime në fakt, sepse që Jupiteri të jetë i lartësuar tek ascendenti juaj është një gjë që ndodh një herë në 12 vite. Është periudhë shumë e mirë. Dhe kjo do të zgjasë deri në 30 tetor. Pra keni një mundësi për të rritur vetëdijen tuaj, më shumë dituri dhe pra të mësoni mbi ligjet hyjnore të multiversit, të jetë akoma më shkëlqyeshëm, dhe sidomos t'i thoni ato ligjet hyjnore të multiversit, ai qendra e gojës jep një pozitivitet shumë të madh dhe një krijim të karmave të mira, më të mira. Fat i mirë në përgjithësi për shkak pra të Jupiterit, por dhe varet nga pozicioni i favorizuar apo jo i favorizuar, apo i favorizuar pra edhe të planetëve të tjerë. Faza e fundit e Jupiterit është në 30 tetor, deri pra në janar të 2027-s, ku Jupiteri do të hyjë tek shenja e Luanit dhe do të japë rezultate të mira tek shtëpia juaj e dytë astrologjike. Fokusi më tepër në fund vit është tek familja, gjendja ekonomike financiare familjare, tek pasuria, dhe tek dieta jote, pra mënyra e ushqyrit, çfarë han. Mirë është të mësoni dietën e balancuar, ndër të tjera unë mësoj dietën e balancuar edhe tek seancat lotusoshëm, falas pra online, të mësoni çfarë është dieta e balancuar për çdo njeri, sigurisht pra për të rritur, për të përmirësuar shëndetin. Saturni, për ata që janë ascendent Gafore, do të jetë retrograde nga 1 janar dhe 26 korrik tek Peshqit. Dhe do të japë rezultate tek shtëpia juaj e 9 astrologjike, do të përqendroheni shumë tek mësimi pra mbi dharmën, mbi ti mësosh ligjet hyjnore të multiversit, por në fakt kjo është koha për t'i praktikuar ato, nëse dëshironi të keni një jetë më të mirë, për të praktikuar pra detyrat e juaja në jetë, ata që duhet të bëni, pra detyra shpirtërore, dharma juaj, misioni juaj në tokë, do të mësoni pra për këto gjëra, nëse jeni të interesuar, është energji e mirë për këto. Pas 26 korrikut, Saturni shkon në retrograde dhe do të japi rezultate të shtëpisë tuaj të 8. Ndryshimet papritura, ndoshta trashëgimi para ose lek nga të tjerët, nga njerëzit e tjerë, pra përfitime nga të tjerët në fakt, ose menaxhimet të parave të tjerëve. Njëkohësisht që universi do t'ju hap pra rrugë për të mësuar dhe mbi tema ezoterike nëse e dëshironi këtë gjë. Okej, le të shkojmë tek ata që janë ascendent Luani. Ata që janë ascendent Luani, çfarë do të sillë Jupiteri, lëvizja e Jupiterit, pra kaq e shpesht, ndryshueshme gjatë gjithë vitit dhe Saturni. Nga 1 janar 2026 deri në 10 mars kemi Jupiterin që është retrograde në binjak dhe do t'japi rezultate të shtëpisë tuaj të 10 astrologjike. Zgjerimi në karrierën tuaj, t'ju vini dera briljante të shkëlqyera se si të rrisni imazhin tuaj publik, qofte po si shef apo këshilltar, më shumë projekte të mëdha, projekte të ndryshme, kompani të reja, zgjerime në karrierën tuaj.
nga 11 mars deri në 1 qershor Jupiteri do të ndryshojë, do të shkojë direkt në binjak dhe do t'japë rezultatet tuaja të shtëpisë të 11 astrologjike. Në fakt shumë e mirë, akoma më mirë për sa i përket begatisë financiare apo ekonomike, qoftë në rrjetet shoqërore, profesionale dhe rrjetet sociale në fakt. Edhe për famë, emër është periudhë shumë e mirë për zgjerim të kësaj. Pastaj pas 1 qershorit deri në 30 tetor, Jupiteri do të jetë i lartësuar pranë nga Fore në shtëpinë juaj 12 astrologjike. Dhe kjo gjë ndodh një herë në 12 vite. Periudhë e shkëlqyeshme për udhëtime të larta, investime të mëdha ndoshta, ata që kanë mundësi biznese jashtë shtetit. Apo takime me njerëz të huaj. Sigurisht, pra është dhe një periudhë spirituale sepse Jupiteri do t'ju bëjë që të shkoni drejt shpirtërores. Meditimi, këshilloj, nëse duan të regjistrojnë tek klaset e mia lotusoshëm, mund të mësoni pra si bëhet meditimi, në kudo, në cilin vend ku je, pra mund të regjistrohesh tek numri WhatsApp-it që e gjen në përshkrimin e kësaj videoje. Bukur. Nga 30 tetori deri në mbarimin e këtij viti, Jupiteri do të shkojë në shtëpinë tuaj të parë. Shumë mundësira për tritur vetdijen tuaj, pra Jupiteri do të shkojë në shenjën e Luanit dhe juve jeni ascendenti Luani. Më shumë detyrim mbi universin, ligjet hyjnore të multiversit, dharmën, por dhe transformime në aspektin e vetdijes tuaj personale, si do të mendoni gjërat, do të sjellni më ndryshe, gjendja psikologjike është më ndryshme, më e fortë në fakt, sepse Jupiteri është pra shumë pozitiv. I 2 muajt e fundit për ju janë shumë evoluese, edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj, pra sistemit e imunitetit. Ata që janë ascendent Luani, Saturni, çfarë do të sjellë Saturni për ta? Saturni nga 1 janar deri në 26 korrik do të jetë tek Peshqit, për ju dhe do të ndikohet shtëpia e 8 astrologjike. E shkëlqyeshme për mësime ezoterike, meditime, dhe sidomos për të qëndruar frymarrjen tuaj, pra si e sjell frymën në qendër, do të ishte më mirë për juve, do të sillte shumë mirë gjendje psikologjike, por edhe fizike më të mirë. Dhe si ta qëndrozosh frymarrjen, pra si të flasësh në qendrën e gojës, i mësojmë të klasat lotusoshëm me mua. Është jetë pozitive. Pra do të folurën tuaj ta qëndrozoni, frymarrjen ta sjellni në qendër dhe për këtë Saturni të shpërblen në qoftë se e kryen, pra është zgjedhja juaj. Në këtë periudhë ndoshta mund të përfitoni dhe ekonomikisht papritur nga njerëzit e tjerë, pra papritmas. Ose të menaxhoni paratë të tjerëve. Pra jo të juajën, por juve do të përfitoni. Në këtë periudhë pra është shumë e mirë për ekonomikisht. Pastaj nga 26 korriku deri në gjithë fund vitin, Saturni do të shkojë retrograde dhe do të japi rezultate të shtëpisë tuaj të 7 astrologjike. Pra, në muajt e fundit ose gjysmën e vitit, fokusi do të jetë tek marrëdhëniet tuaja. Ata që kanë një marrëdhënie toksike, ndarje nga marrëdhënie toksike, por ata që janë të lumtur në marrëdhënie me partneren, do të thotë më shumë pjekuri në fakt. Stabilitet tek marrëdhëniet e mira, marrëdhëniet e dhura. Në fakt edhe për partnerë serioz të gjatë, për të lidhur është kohë e mirë. Ata që janë beqar, që duan serioz. Dhe për njerëzit pra që duan marrëdhënie biznese gjithashtu të mira dhe afatgjatë është periudhë e mirë, pra nga 26 korrik deri në gjithë vitin 2026. Ata që janë ascendent Virgjëresha. Ata që janë ascendent Virgjëresha, nga 1 janar deri në 10 mars, Jupiteri tyre do të jetë retrograde në binjak dhe do të prek shpinën tuaj të 9 astrologjike. Pra dharma, më shumë qartësi mbi misionin tënd që ke në tokë, dharmën tënde, pra qartësi mbi gurut e vërtet, mësues hyjnor, nëse keni një guru të vërtet, domethënë të mësoni për tyre, por edhe juve mund të bëheni guru, nëse ke diturinë e dur dhe praktikën e dur, edhe ata që janë mësuesia,
shumë e mirë për këtë periudhë që janë ascendent Virgjëresha. Por dhe ata që synojnë të studiojnë studime të larta, master apo doktoraturë, shumë e mirë. Jupiteri do të jetë direkt në binjak pas 10 marsit dhe do t'ju prek shtëpinë tuaj të 10 astrologjike. Pra, pas 10 marsit, nga 1 marsi deri në 3 tetor, shumë e mirë për karrierë. Rritje në kompaninë ku punon, ndoshta më shumë famë, emër në karrierën, pozicionin tënd, përmirësime të marrëdhënies tënde me autoritetet ose shefin apo shefat. Sidomos ata që punojnë si këshilltar në profesionin e tyre, ose mësues, ose pra mund të ndihmojnë dhe këshillojnë dhe të tjerët. Pas 1 qershorit deri në 30 tetor, pra kjo periudhë nga 10 mars deri në 1 qershor ishte shumë mirë për rritje karriere, por pas 1 qershorit deri në 30 tetor, Jupiteri do të hyjë në gafore, përsëri e shkëlqyeshme, sepse shtëpia juaj 11 astrologjike do të aktivizohet begati e madhe ekonomike për Virgjëreshat. E shkëlqyer, pra deri në 30 tetor. Pas 30 tetorit, 2 muaj të fundit të vitit, përsëri Jupiteri do të ndryshojë, do të shkojë në Luan, në shtëpinë tuaj 12 astrologjike, do t'ju bëj pak më tepër shpirtëror, një zgjidhje më shpirtëror në fakt. Sigurisht nëse dëshironi ta kaloni super këtë periudhë, mund të bëni pra pjesë të meditimit Lotus Ocean së bashku me mua, por në pra 2 muajt e fundit kujdesni me shpenzimet, sidomos kur udhtoni, mos harroni gjëra, mos humbni gjëra gjatë udhëtimeve nëse udhtoni. Dhe fund vit apo jo janë dhe pushimet, pra kujdes me shpenzimet. Saturni për Virgjëreshat. Saturni nga 1 janar deri në 26 korrik do të jetë tek Peshqi dhe do të prek shtëpinë tuaj të 7 astrologjike. Pra fokusi përsëri tek partnerët edhe për juve. Kujdes më të disiplinuar, të strukturuar në marrëdhëniet tuaja, qoftë me partnerin apo partneren, qoftë edhe në marrëdhëniet e biznesit. Çfarë do të thotë të strukturuar me partnerin në marrëdhëniet tuaja? Do të thotë shumë nëse keni kohë të lirë, planifiko të kalosh kohë të mirë me partnerin dhe disi të strukturuar këto data do udhtojmë kështu, do kalojmë mirë etj, do kalojmë këto gjëra, do bëjmë këto gjëra. Pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde. Idera të shkëlqyeshme në përmirësimin e shëndetit. Krijimi një rutinë të shëndetshme, energji për të përballuar armiqt tuaj shumë të mirë. Saturn të jep shumë energji të mirë për të përballuar armiqt. E mirë për punë vullnetare, gjithashtu shumë punë. Saturni në shtëpinë tuaj të 6 astrologjike do t'ju jap energji për të punuar, dhe suksesi sigurisht do të vijë më vonë, nëse punoni pra në përditshmëri. Ata që janë ascendent peshore. Jupiteri deri në 10 mars do të jetë retrograde në binjak, pra nga 1 janar deri në 10 mars dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 8 astrologjike. Thuhet pra se plot sekretet e universit mund t'ju revelohen ata që janë peshorja. Do të ishte idealja, por varet pra nga secili prej nesh ose secili ata që janë ascendent peshore, çfarë fushë të interesuar, çfarë fushë janë ata interesuar për dije, që studimet të thella të fushës tënde të preferuar, por më e mira do të ishte pra fusha spirituale, shkencat ezoterike. Mundësira të mira përfitime ekonomike, qoftë edhe nga pastoria dhe të tjerëve. Transformime, ndryshime, mbyllje të disa çështjeve të vjetra dhe nisja e gjërave të reja, pra me mbarësi. Nga 10 marsi, pas 10 marsi, deri në 1 qershor, Jupiteri do të hyjë në binjak direkt, në shtëpinë tuaj të 9 astrologjike, përsëri studime të larta, studime spirituale, kohë e mirë për të kaluar me një mësues shpirtëror, mëson mbi misionin tënd në tokë, që është pra në fakt misioni i çdo njeriu në tokë, qëllimi i çdo njeriu në tokë është pra që të evoluojë, domethënë të bëhet më mirë se sa ç'ishte më përpara, të ketë më shumë dituri, ketë rritje të vetëdijes së tij. Pas 1 qershorit deri në 30 tetor, Jupiteri do të jetë i lartësuar tek shtëpia jote e 10 astrologjike, pra në shenjën e Gaforës, dhe kjo ndodh një herë në 12 vite, njerëz. Pra mirë është ta shfrytëzojmë
në mënyrë të duhur, të balancuar zgjerimet të projekteve të tuaja, pra nga deri në 30 tetor, Jupiteri do të jetë i lartësuar në gafore. Pra nga pas një qershor deri në 30 tetor, Jupiteri do të jetë i lartësuar në gafore në shtëpinë tuaj të 10 astrologjike, zgjerimet i projekteve të tua, më shumë përgjegjësi në profesionin tënd, marrëdhënie mirë me autoritetet, më zgjeruese me autoritetet apo shefat. Nëse ke pozicion lideri, ndihmo punëtorët me këshillat e tua. Jupiteri hyn në luan pas 30 tetorit deri në 2027. Pra 2 muajt e fundit, shtëpia jote 11 astrologjike do të zgjerohet, do të fuqizohet. Sigurisht neve flasim këtu për astrologjinë vedike, siç të gjithë e keni kuptuar. Zgjerime tek rrethi shoqëror, kohë e mirë për të kaluar me vëllezërit apo motrat kushërin që janë më të ndenj, dhe shumë e mirë për rrjetet sociale, famë, emër. Saturni nga 1 janar deri 26 korrik do të jetë tek Peshqit në shtëpinë tuaj të 6 astrologjike, akoma më mirë për profesionin tuaj në fakt. Disiplinë e strukturuar në punën tuaj të përditshme, duke përparuar pra më shumë. Saturni ju ndihmon që të fitoni mbi armiqtë tuaj, kohë e mirë për të përmirësuar rutinën tuaj mbi shëndetin fizik. Dhe pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 5 astrologjike në shenjën e ujorit. Ata që janë peshore dhe që janë ascendent peshore dhe beqar, shumë kohë e mirë për romantiken ose ata që kanë fëmijë, kohë shumë e mirë suksesi për fëmijët e tyre, kalojnë kohë të mirë me fëmijët e tyre nëse kanë fëmijë. Më e mira për gjithë, pra ata që janë ascendent peshore, është që të mësojnë mantra dhe t'i përsërisin me z. Aq më tepër që Jupiteri i tyre do të fuqizohen nëse i mësojnë mantrat, që do të ligjet hynore të multiversit, lavdërime ndaj natyrës hynores, më të lartë dhe hynoret, dhe që i mësojnë pra me z, si ti thuash me qendrë e gojës tek meditimi lotusoshëm. Dhe kuptohet mantrat pra në shqip. Ata që janë ascendent akrepi. Ata që janë ascendent akrepi, Jupiteri i tyre do të jetë retrograde në binjak deri në 10 mars. Pra nga 1 janar deri në 10 mars. Do t'ju japë rezultate shumë të mira të shtëpisë tuaj 7 astrologjike, zgjerimi në marrëdhëniet personale ose marrëdhëniet biznesi, domethënë fokusi tek partneri. Këshilla më e mirë është që të bësh udhëtime spirituale me partnerin, më të strukturuar. Mirë është të bësh sigurt për partnerin tënd, ose partneri yt mund të bëhet sigurt pra të këshillon. Nëse je beqar, kohë e mirë për lidhje, gjithashtu varet sigurisht nga horoskopi yt individual. Pas 10 marsit deri në 1 qershor, Jupiteri do të jetë direkt në binjak dhe do t'ju aktivizojë shtëpinë tuaj të 8 astrologjike, papritmas, fitim prurje ekonomike nga të tjerët, ose do të menaxhosh mirë të ardhurat e të tjerëve, pra fitim për ty ekonomikisht. Periudhë e mirë për t'ju futur studimeve të thella spirituale, lidhja jote me universin dhe puna me veten do të bëhet më e fortë. Edhe kjo gjë do t'ju sillte pra transformime, do t'ju sjellë transformime dhe ndryshime pozitive në jetën tuaj. Pas 1 qershori deri në 30 tetor, Jupiteri do të hyjë në gafore dhe të ndihet pra i lartësuar në shtëpinë tuaj të 9 astrologjike. Zgjeron mbi studimet mbi ligjet hynore të multiversit, që mësojmë tek meditimi lotusoshëm. Dhe nëse dëshironi të regjistroni, mund të regjistroni pra tek numri i celularit në WhatsApp që ndodhet tek përshkrimi i kësaj videoje. Çfarëdo aftësi apo dituri që keni, mund të ndihmoni dhe të mësoni pra dhe të tjerët, por edhe veten. Pas 30 tetorit, Jupiteri deri në fund vit do të shkojë në shenjën e Luanit dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 10 astrologjike. Zgjerim në profesion, mundësi të reja biznesi, zgjerim fame, emri, marrëdhënie të mira me autoritetet. Pra 2 muajt e fundit do të përqendrohen më tepër tek puna dhe profesioni. Saturni për juve nga 1 janari deri në 26 korrik, Saturni do të jetë tek Peshqit dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të 5 astrologjike. Fokusi tek kreativiteti, fokusi tek romantikja,
por dhe afatgjate, sepse Saturni është shumë i serioz, afatgjat, diçka që zgjat, pra nuk është i shkurtër. Ata që kanë fëmijë të rritur, mundet që mirë që të punoni me ta, të vini në punë, është shumë mirë për ata dhe për ju. Pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde, do t'ju jap rezultatet të shtëpisë tuaj të katërt astrologjike. Puna e profesionit që keni në shtëpi, pra mund të puna në shtëpi, profesionin tuaj nga shtëpia, punoni nga shtëpia. Nëse harxhoni kohë duke medituar në shtëpi, sigurisht akoma më mirë, më shumë gëzime shpirtërore, materiale dhe mendore. Mendimin, domethënë mendore, sigurisht që të bëni meditim në shtëpi mund ta kryej çdo kush, për shembull nëpërmjet meditimit Lotus Ocean që unë kryej, të gjithë studentët Lotus Ocean janë të bërë meditim nga shtëpia, nëpërmjet Zoomit apo Messengerit dhe WhatsAppit. Ata që janë ascendent shigjetari, nga 1 janar deri në 10 mars, Jupiteri juaj do të jetë në shenjën e binjakëve, por retrograde, dhe do t'ju aktivizoj shtëpinë tuaj të 6 astrologjike. Fokusi tek përmirësimi i shëndetit. Përmirëso rutinën tënde të shëndetit, të ushqimit, punë vullnetare, ndihmo të tjerët, zgjerime në punë, më shumë punë. Puno si këshilltar, ndoshta në punë, pra më tepër. Ndoshta më tepër punë gjithashtu. Nga 10 marsi deri në 1 qershor, pra pas 10 mars deri në 1 qershor, Jupiteri do të jetë direkt në binjak dhe do të jap efekte të shtëpisë tuaj të 7 astrologjike. Lidhje të reja, intime, por edhe marrëdhënie biznesi, zgjerim të kësaj gjëje. Nëse jeni të lidhur, këshillojnë të realizoni aktivitete apo udhëtime spirituale me partnerin, që të balanconi marrëdhëniet. Pas 1 qershorit deri në 30 tetor, Jupiteri do të hyjë në gafore tek shenja e tij e preferuar në shtëpinë e 8 astrologjike. Dhe kjo ndodh një herë në 12 vite. Transformime të mëdha, fitime ekonomike nga të tjerët, ose këshilla financiare që ju mund të bëni për të ndihmuar të tjerët. Por kjo periudhë deri në 30 tetor u jep mundësira që të rrinteni gjithashtu dhe në aspektin spiritual shumë, nëse zgjidhni atë rrugë, sigurisht, sepse kjo mundësi për shigjetare pra vjen vetëm një herë në 12 vite që Jupiteri juaj do jetë i lartësuar në shtëpinë e 8 astrologjike. Pas 30 tetorit, 2 muaj të fundit, Jupiteri do të jetë në Luan, në shtëpinë tuaj. 9 astrologjike ju bën një guru, apo këshilltar, mësues, apo të keni kontakt pra të takoni një guru që mëson sidomos mbi dituritë hynore apo ligjet hynore të multiversit, që gjithashtu i mësojmë pra ne si mantra në shit tek meditimi Lotus Ocean, së bashku me mua çdo javë dhe online. Është periudhë fati për juve, 2 muajt e fundit të vitit është mjaft e mirë. Kjo vjen si thua një herë në 12 vite zgjerim të gjërave shumë pozitive. 2 muajt e fundit të vitit. Çfarë ndodhi me Saturnin për shigjetarët? Saturni është tek peshqit nga 1 janar deri 26 korrik dhe do t'ju aktivizojë shtëpinë tuaj të katërt astrologjike. Saturni është stabilitet dhe do t'ju bëj pak që të ndjeni të rini vetëm, të dëshironi të rini pak më të izoluar. Më e mira pra është të bëni meditimin vetëm, që mund ta mësoni pra tek seancët e mia Lotus Ocean çdo javë. Mësoni mantrat, përsërisni mantrat vetëm kur jeni në shtëpi, nga qendra e gojës, do t'ju bëj që të ndiheni jashtë masë mirë. Nëse keni një punë profesioni, mundet të punoni dhe nga shtëpia. Kalo pra kohë të mirë me nënën tënde, nëse e ke. Pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde dhe do t'ju jap rezultate të shtëpisë tuaj të tretë astrologjike. Udhëtime të shkurtra, shumë mirë, plot komunikime me njerëz, qoftë edhe në profesion, ecje në natyrë shumë pozitive. Saturni do t'ju jap energji të mirë për të përballuar sfidat e të përditshmes.
të jeni të strukturuar dhe të disiplinuar. Shtëpia e tretë astrologjike është e duarve, kështu që mësoni ndonjë aftësi, instrument muzikor me duart, ose masazhoni duart me krem apo me vaj. Ata që janë ascendent Britësjapi, gjerë në 10 mars Jupiteri është retrograde, në binjak, dhe do t'jap rezultatet të shtëpisë tuaj të 5 astrologjike. Do të frymëzoheni shumë në kreativitetin tuaj, bëu kreativ dhe me familjen tënde kalo pra kohë, sidomos me fëmijët, nëse ata që janë ascendent Britësjapi dhe kanë fëmijë. Aktivitete spirituale me fëmijët mund të bëni, është akoma më mirë për ata që dëshirojnë të ngelen kulm me barë, dhe kjo periudhë shumë e mirë deri në 10 mars. Por kuptohet ka dhe faktor të tjerë në horoskopin tënd personal, pra që mund të japin këtë mundësi akoma më të fortë dhe tregojnë më saktë a është e mundur apo jo. Pas 10 marsit Jupiteri hyn në binjak deri në 1 qershor dhe do të japë rezultate të shtëpisë 6 astrologjike. Periudhë e mirë për të patur rutina të shëndetshme, të përditshme, dietë të balancuar, gjë që mësojmë pra dhe tek meditimi Lotus Ocean, e cila është dieta e balancuar për njerëzit që të hanë ushqime të shëndetshme. Jupiteri në shtëpinë 6 astrologjike ju bën këshilltar të mirë për të ndihmuar të tjerët dhe ju bën pra që të sfidoni armiqtë tuaj me pjekuri dhe zgjuarsi, edhe jo me forcë. Për shembull, ka njerëz që duan të grinden me juve dhe juve nuk do të jeni në gjendje të luftoni ose me forcë, por me zgjuarsi, bindje. Zgjerimi në profesionin tuaj gjithashtu, më shumë punë si mentor apo këshilltar apo mësues, ose më shumë punë, zgjerime të punës. Në aspektin e punës, profesionit, nga 1 qershor, pra pas 1 qershori deri në 3 tetor, Jupiteri do të hyjë në kafore, në shtëpinë tuaj 7 astrologjike, fokusi tek marrëdhëniet për beqarët, nëse janë të interesuar për lidhje, është kohë e mirë. Nëse jeni të lidhur, udhëtime dhe aktivitete spirituale këshillohen të bëhen me partneren. Pas 30 tetorit, gjerë në vit të ri, pra 2027, Jupiteri do të hyjë në shenjën e Luanit dhe do të aktivizojë shtëpia juaj 8 astrologjike, më shumë fitime nga njerëzit e tjerë, ndoshta trashëgimi, gjëra të papritura, dhe nëse interesoni për studime dituri shpirtërore, mbi rregullat e universit, është kohë e përsosur për këtë. Saturni nga 1 janar deri në 26 korrik do të jetë tek Peshqit në shtëpinë tuaj e 3 astrologjike. Peshqit drejtohet nga Jupiteri dhe Saturni do të jetë tek Peshqi, që do të thotë është një kombinim shumë i mirë Jupiter-Saturn. Shumë e mirë për komunikime, shkrime, energji të mirë për të përballuar sfidat ditore. Përdorni duart tuaja, qoftë duke shkruar apo mësuar ndonjë instrument muzikor, ndoshta udhëtime të shkurtra ju japin pozitivitet dhe njohje me njerëz të rinj, plot do të keni në këtë periudhë, eci në natyrë këshillohet. Pas 26 korrikut, Saturni do të jetë retrograde dhe do të japë rezultate të shtëpisë tuaj 2 astrologjike. Fokusi do të jetë më tepër tek ekonomia familjare. E folura juaj do të marrë fuqi, fol të vërtetën, por pa grindje, sidomos me njerëzit e shtëpisë. Mos u zinë me njerëzit e shtëpisë. Ata që janë ascendent ujori. Nga 1 janar deri 10 mars, Jupiteri do të jetë retrograde në binjak, do të japë rezultate tek shtëpia juaj e 4. Astrologjike, vedike, e mirë për prona, renovime, zgjerime në shtëpinë tuaj. Shumë njerëz do të vinë për vizitë, organizoni gjëra sociale në shtëpinë tuaj me të tjerët, organizime me miqt, plot dreka, darka në shtëpinë tuaj. Kjo gjë do t'ju sjellë sigurisht gëzim, por kujdes me shpenzimet. Këshilla më e mirë është nëse fton të tjerët të bëni meditime pra në shtëpi, nëse është e mundur, si dhe që i mësojmë, ose të vini pra tek seancat Lotus Ocean, që secili kur vjen tek seancat Lotus Ocean, studenta Lotus Ocean pra bën meditimin në shtëpi, ku unë i mësoj se si të meditojnë. Pas 10 mars deri në 1 qershor, Jupiteri do të jetë direkt tek binjakët dhe do t'ju aktivizojë shtëpinë tuaj të 5 astrologjike, plot për romantike, romanca. Romantikja do të jetë në aktivizuar për ata që janë në kërkim, zgjerimet të kreativitetit tuaj,
kalo kohë të mirë me fëmijët, nëse ke. Akoma më mirë nëse bëni në fakt aktivitete spirituale me fëmijët tuaj, si meditimi, mund të marrin pjesë tek klasa imi që kam, lotusoshëm për fëmijë çdo javë të dielave, aty mësojmë legjenda për radha të vjetra, dhe nxjerrim mësime prej tyre, mësojmë qëndruezimin e trupit, qëndruezimin e zërit dhe shumë gjëra të tjera, ushqime të duhura për fëmijët. Përsëritja e mantrave në shqip pra në këtë periudhë është fantastike për ata që dëshirojnë të evolojnë. Pas 1 qershorit, Jupiteri do të hyjë në shenjën e tij të preferuar deri në 30 tetor në Kafore, tek shtëpia e 6 astrologjike, dhe kjo pra ndodh vetëm një herë në 12 vite. Fokusi do të jetë tek shëndeti fizik, përmirësimi i dietës, ushqimit, shëndetit tënd, zgjerimi në punë, ndoshta arritje fame apo emri në profesionin tënd, sidomos ata që punojnë si mësues apo këshilltar shpirtëror apo këshilltar konstruksioni apo të fushave të ndryshme. Do të përballoni me armiqt dhe juve duke përdorur zgjuarsinë, pra dhe jo forcën. Dhe njerëzit që janë arrogant ose që duan grindje, shmami. Nga 30 tetorit deri në fund vit, Jupiteri do të hyjë në Luan, tek shtëpia juaj 7 astrologjike, takime me njerëz të rinj, njerëz që nuk i ke njohur më përpara, rritje biznesi, bëj aktivitete spirituale me partnerin. Saturni nga 1 janari deri në 26 korrik do të jetë tek Peshqit dhe do të aktivizojë shtëpinë tuaj të dytë astrologjike. Mundësi shumë mirë ekonomike, e folura juaj qoftë publike do të jetë e disiplinuar, pozitive dhe e strukturuar. Përmirësime të dietës tuaj të përditshme, pra mos hani ushqime fast food dhe të pashëndetshme, kujdes. Pas 26 korrikut, Saturni shkon retrograde dhe do të japi rezultatet të shtëpisë tuaj të parë, që do thotë shumë punë me veten, disiplinë me veten, kohë e shkëlqyer për meditim, pra mund të merrni pjesë të juve pra tek meditimi lotusoshëm nëse dëshironi. Kjo mundësi e keni tani, mund të shikosh tek përshkrimi kësaj videoje, numrin e WhatsAppit ku mund të regjistrohesh. Thuaj Avrida mund vite grupi yt i ri që ke krijuar tani në janar apo shkurt. Pra kjo mundësi nuk është gjithmonë. Tani kemi këtë mundësi. Marrim shenjën e fundit. Ata që janë në ascendent Peshqit. 70 ditët e para, pra nga 1 janar deri në 10 mars, Jupiteri do të jetë retrograde në shenjën binjakëve dhe do t'ju jap efektet për juve për Peshqit në shtëpinë tuaj të tretë astrologjike, zgjerime, në komunikime, shkrime, reklama, udhëtime të shkurtra, këshilloni njerëz të tjerë, ndihmoni, mëso nga një guru i vërtet. Në sfidat e përditshme përditore, Jupiteri do t'ju ndihmojë pra që të përballoni me zgjuarsi, përdorimi i duarve në aktivitetet tuaja, instrumente, masazho duar, shumë mirë. Pas 10 marsit deri në 1 qershor, Jupiteri do të jetë direkt në binjak dhe do të japë rezultatet tuaja të shtëpisë 4 astrologjike. Pra shtëpisë 4 astrologjike, pra zgjerime, ndryshime në shtëpinë tuaj apo pronët tuaja. Jupiteri do t'ju ndihmojë që të ndjeni mirë në shtëpinë ku jetoni. Por bëni shumë meditime në shtëpi për rritjen e energjisë pozitive. Diskuto tema shpirtërore me njerëzit e shtëpisë apo me komshinjt. Pas 1 qershorit deri në 30 tetor, Jupiteri do të jetë i lartësuar në shtëpinë tuaj të 5 astrologjike. Kohë mjaft e mirë për fëmijët tuaj. Kreativiteti i lartë, unë sugjeroj të mësoni pra mantrat në shqip që i mësojmë tek meditimi lotusoshëm së bashku me mua dhe juve mund t'i përsërisni së bashku me fëmijët tuaj. Por edhe vetë. Në 2 muajt e fundit të vitit, pra pas 30 tetor, Jupiteri do të hyjë në Luan dhe do t'ju prek shtëpinë tuaj të 6 astrologjike, zgjerimin në punën tuaj, këshilloni dhe ndihmoni të tjerët, po si guru, mëso nga një guru i vërtet, nëse ke, dhe do të përballosh armiqt me zgjuarsi dhe jo forcë. Çfarë do ndodhi për ata që janë ascendent Peshqit nga aspekti i Saturnit? Saturni nga 1 janar deri në 26 korrik do të jetë tek Peshqit, do ju bëjë që të punoni shumë me veten, të krijoni një themel të mirë për evolimin tuaj,
Mundet që të dëshironi të rini pak vetëm, të izoluar, por meditimi për ju është këshillueshëm. Mund të vini tek seancat e mia lotusoshëm, falas online, siç ju thash. Pas 26 korikut, Saturni do të jetë retrograde dhe do të jap rezultate të shpistuar të 12 astrologjike, pra do të bëj shumë spiritual. Udhëtime jashtë vendit ndoshta, takime njerëz të huaj, ëndra spirituale shumë, rritje të aktiviteteve të ndërve të dijes, do t'i përpiqesh që t'i largosh gjërat që nuk të shërbejnë në jetën tënde. Kuptohet pra, kjo është në mënyrë të përgjithshme dhe për të gjitha shenjat, për të gjitha ascendentët, por varet pra nga horoskopi personal i çdo njeriu, që është i ndryshëm dhe nga pozicionet e ndryshme të planeteve. Pra kjo është pak a shumë gjithçka për vitin 2026. Pra në përgjithësi, shumë në përgjithësi, çfarë do ndodhi, pra kemi 2 eklipse në fillim të vitit, në muajt e parë, 3 muajt e parë, kemi ndryshimin e Jupiterit, shumë të shpejt, pra ndryshime tek çdo njeri pak a shumë. Nuk do të jetë vit stabil, nuk do të jetë vit që gjithë gjërat shkojnë njësoj, rrethanat mund të ndryshohen, gjërat papritura dhe pra kemi Jupiterin që simbolizon mësuesin, gurun, hynoren, lidhjen me hynoren, lidhjen me tokën, lidhjen me në natyrë, eci në natyrë për toksimi, pra pak a shumë për gjithë shenjat është e rëndësishme. Duhet bëjmë patjetër toksimin, të mësojmë mbi ligjet hyjnore të multiversit, të vërtetat pa kohë, dhe kjo është detyra e Jupiterit, pra dharma, mësojmë misionin tënd, mëso të vërtetën. Dhe pastaj Saturni që përfaqëson pra karmën, do të thotë ti duhet i gjërat e vërteta që mëson, nëse mëson, do t'i pra aplikosh, domethënë ti zbatosh në jetën tënde që të krijosh sa më shumë karma të mira. Atëherë kaloni një vit super të bukur, evolues dhe plot ndryshime për mirë të vitit 2026. Ju përshëndes të gjithëve, gëzuar vit në ri.